Edhe pak javë në ndaj nga zgjedhjet lokale të 8 majit, ku duket se të rinjt nuk e ndjejnë veten pjesë të fushatës apo të programeve politike. Një pjesë e madhe e tyre janë skeptik dhe thonë se imazhi i rinisë shfrytëzohet vetëm për fushat. Fatkeqësisht rinia po përdoret më shumë si mjet, sidomos në zgjedhje. Është një politik që po e hasim shumë vite më përpara, që përdoret tamam ai grupi që duhet gjatë kësaj fushatës, që ndoshta edhe nga ana figurative, moderatorët e tjerë, por që mbas zgjedhjeve gjithçka mbetet ashtu siç është. Sondazhi i fundit i Eunakal Institute, ku janë pyetur 2667 të rinj të moshës 15 deri në 39 vjeç, ka treguar se të paktën 66.7% e të rinjve nuk ndjehen pjesë e hartimit të politikave të pushtetit vendor dhe 33.4% e tyre do të largoheshin nga Shqipëria nëse do të siguronin një vend pune në Bashkimin Evropian. Për të diskutuar online me politikanët dhe politikbërësit e pushtetit vendor ose qendror, 2.4%. Dhe pikërisht ajo çka ne shohim dhe synojmë për të ardhmen është që kjo shifër 2.4% që është aktualisht, të mund të rritet të paktën gjatë fushatës zgjedhore që kemi në vazhdim. 34% do iknin nga Shqipëria nëse do të gjenin një punë të sigurt në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që 34% janë shprehur se ndoshta dhe vetëm 27% shprehen se do rrinin në Shqipëri. 46.3% e të rinjve që përdorin internetin janë treguar të gatshëm të komunikojnë me politikanët përmes Facebookut, YouTube apo blogjeve të tjera, por kjo nuk do ta ndryshonte opinionin e tyre. Vetëm 12% e të rinjve mendojnë se politikanët do ta marrin parasysh opinionin e tyre, gjë që tregon për një skepticizëm të rinjve dhe për një nivel të lartë mosbesimi ndaj politikanëve dhe politikbërësve shqiptar. Mbi 70% e të rinjve nuk lexojnë gazeta dhe informacionin e marrin në rrugë elektronike. Të rinjt janë larguar nga librat, gazetat dhe kalojnë një kohë të gjatë në internet dhe kryesisht në Facebook dhe YouTube.